Pas njoftimit të fundit të LSDM-s se bordi ekzekutiv i partisë mori vendim dhe inicoi procedurë për përjashtimin e Petre Shilegov nga antarësia e LSDM-s, ka reaguar edhe lideri i LSDM-s Venko Filipçe. Ai akuzoi se Shilegovi është i shantazhuar dhe po punon në favor të VMRO-DPM-s dhe tha se është e qartë se duan ta rrëzojnë LSDM-n. Po luftojmë për mbijetesën dhe për të ardhmen europiane të shtetit dhe nuk do të lejoj që VMRO-DPM përmes individëve ta përçajë dhe ta ndajë këtë parti. Kemi të bëjmë me një pushtet kriminal dhe të korruptuar që nuk mund të bëj asgjë për të ndalur rënien e sondazheve, e cila është e dukshme. E vetmja gjë që mund të bëjë është ta përçajnë partinë dhe në këtë mënyrë të sundojnë. Ne këtë nuk do ta lejojmë. Ndërkaq ka reaguar edhe ish kryetari i qytetit të Shkupit Petre Shilegov, i cili po ashtu ka akuzuar udhëheqësim për bashkëpunim me VMRO. Ai tha se me nisjen e procedurës për përjashtimin e tij nga LSDM-ja janë konfirmuar pretendimet e tij se udhëheqja aktuale e Lidhjes Social-Demokrate po vepron me marrëveshje në favor të VMRO-DPM-s dhe interesave të partisë në pushtet e jo për LSDM-n dhe antarësinë e saj. Ai po ashtu tha se iniciativa për përjashtimin e tij është marrë në kundërshtim me statutin e partisë. Nëse kanë lexuar statutin dhe aty në bordin ekzekutiv duket qartë se nuk ka kush ta lexojë, atëherë do ta kenë të qartë se përjashtimin e një antari të LSDM-s e ban organizata komunale ku ai bën pjesë, në të cilën kryetari Filipçe ka hyrë për herë të parë kur është zgjedhur kryetar. Do ta lus këtë udhëheqje të LSDM-s të largohet dhe ta çliroj partinë. LSDM është parti që ka krijuar Maqedoninë e pavarur, është parti e mira njerëzve të shquar. LSDM nuk është pronë një grupi që të bëhen pazare me të për lirinë e tyre. Kujtojmë se bordi ekzekutiv i LSDM-s dje mori vendim për të iniciuar procedurë për përjashtimin e Shilegovit nga antarësia e partisë, pasi ai në një paraqitje televizive një ditë më parë paralajmëroi se së shpejti një grup më i madh i social-demokratësh do të kërkojnë ndërheqjen e udhëheqësisë aktuale.